Janë mësuar tashmë pretendentët dhe të nominuarit për një çmim Oscar. Rikthehet Barbieheimer, siç është quajtur që prej verës, kur të dy filmat Barbie dhe Oppenheimer u shfaqën premier në të njëjtën kohë dhe nga ajo ditë, të dy filmat kanë qenë në një rivalitet vazhdueshëm që kinemaja dhe Hollywoodi nuk e shihnin prej kohësh. Veçtyre dhe filmat të tjerë janë në garë. Si është garën për filmat që gjërësisht prej muash janë diskutuar për edhe mungesat apo nominimet e aktorëve protagonist në garën mes regjizorëve, do t'i diskutojmë këto me Mirjeta Baraliu, gazetare, redaktore si dhe udhëheqëse e Departamentit të Filmit në Radio Televizionin e Kosovës, njëkohësisht antare e Akademisë Europiane të Filmit që e ka futur Kosovën dhe Shqipërinë për herë të parë në formë të akredituar në festivale prestigjioze si ai festivali i filmit në Cannes, Berlinale në Gjermani apo Sundance në Amerikë. Doja të bëja një përshkrim të qartë të punës tuaj për të thënë edhe se sa mund t'i vlerësoni të paktën nominimet. Mirë se vjen, kënaqësi që me ne. Përshëndetje për ju dhe shikuesit e juaj, kënaqësi që do të bashkëbisedojmë së bashku dhe faleminderit që po trajtoni temat me interes kinematografik, sidomos ngjarjet prestigjioze të filmit, siç janë çmimet Oscar të Akademisë Amerikane të Filmit. Mirjeta, faleminderit shumë për kohën ty. Praktikisht më mirë se me ty nuk mund të diskutoja nominimet për Oscar, sepse mund themi që edhe aq surprizë nuk ishin, apo jo, sidomos nëse flasim për filma ata shumë të marketuar prej muash dhe me miliarda dollar arkëtime. Po, e dashur, mbrëm në Los Angeles u bë shpallja e nominimeve për filmat e Akademisë Amerikane për edicionin 96 dhe është e vetmja ngjarje që në këtë sezon nuk është shtyr nga greva e aktorëve dhe e skenaristëve që po mbahet në Amerikë tash një kohë. Them të drejtën, është diskutuar, është biseduar në mes kineastësh dhe të tjerëve nëse Akademia do të na befasoj këtë radhë. Me përjashtime të vogla nuk na ka befasuar, gjërat pak a shumë kanë shkuar ashtu siç është parashikuar. Ishte një entuziazëm i papar, dje sidomos për filmin Oppenheimer dhe Barbie. Gjithë kemi pritur që filmi Barbie të merr më shumë nominime, me po ka kryeshuar Oppenheimer, gjë që mendoj që me shumë meri ka marrë gjithsej 13 nominime. Dhe gjithashtu ajo që na ka befasuar ka qenë mos pjesëmarrja e Greta Gerwig, regjisores së Barbie, në kategorinë për regjinë më të mirë. Se zakonisht këta filma të cilat kanë qenë senzacion i vitit të kaluar futen në garën e filmit më të mirë, të regjisë më të mirë dhe marrin disa, se janë gjithsej 23 kategori që votojnë çdo vit 5500 antar të Akademisë Amerikane për filmat më të mirë të vitit të kaluar. Dakor, por ne kemi folur gjërësisht zonja Baraliu për Barbin për gjatë vitit të shkuar, sidomos pas miliardave dollar arkëtime nga shitja e biletave në kinema. Mbeti thjesht suksesi marketingut? Urdhra, ishte pjesë e marketingut? Mbeti thjesht suksesi marketingut? Po, them drejtën, filmi Barbie ka grumbulluar dhe arkëtuar $1.4 bilion në gjithë botën, ishte senzacion i vitit të kaluar dhe është filmi i dytë pas Titanicut, 25 vite pas Titanicut si filmi më profitabil i vitit. Unë mendoj që ju bë një marketing i papar, jo vetëm nga industria e filmit, por edhe nga kompani tjera si ajo e veshjeve, modës dhe kështu me radhë. Ishte një film senzacion pak sa më ndryshe, mirë po padyshim që vlerat artistike dhe atë që ka dëshmuar Christopher Nolan në filmin Oppenheimer, një film që të lë për 3 orë pa frymë, nuk krahasoheshin me të. Edhe pse Christopher Nolan është hera 5 që nominohet për çmimin Oscar dhe Greta Gerwig ishte, nëse do të nominohej këtë vit, do të ishte nominimi i dytë për të. Kështu që për mendimin tim ishte një film që mbeti vetëm senzacion marketingu, nga se Denis e dashur, këto çmimet janë pjesë e lobimit, e marketingut të vazhdueshëm dhe e ngjarjeve që janë një pjesë zinxhirore që ndodhin nga gjithë vitit. Do të thonë vitit të kaluar, është fjala për filmat e 2023-s. Gjithë ato filma që kanë marrë për shembull nominime janë shpërblyer në festivale, disa prej tyre janë në festivalin e Cannes, do thotë janë shpërblyer Anatomy of the Fall. Unë vitin e kaluar e kam parë The Killer of the Flower Moon në Berlinale, kur erdhi dhe kam qenë në preskonferencën me gazetarë dhe kemi bashkë biseduar me Steven Spielbergun gjëra gjatë për filmin dhe ai ishte starti i fillimit të marketingut të filmit që filloi të bëhej dhe më pas në mënyrë zinxhirore ka kaluar në për festivale tjera, ceremonitë tjera, në Critics' Choice Awards, Golden Globes, Directors Screen Guild Awards, e kështu me radhë ceremoni dhe pjesa kulminante, domethënë është ceremonia e ndarjes së çmimeve. Mirë, më lejo të ndalem
shkurtimisht tek dy aktor protagonist kryesor që u identifikuan edhe me filma, Cillian Murphy për Oppenheimer dhe Margot Robbie për Barbie. Nëse Cillian Murphy e mori një nominim si aktori më i mirë protagonist, për Margot Robbie, njësoj si për regjizoren e Barbit, mungoj një nominim i tillë. Po unë gëzova për Cillian Murphy për shkak se Akademia këtë vit ka bërë një lloj ju ka dhënë hapësirë të rinjve, atyre cilët nuk kanë qenë të nominuar më parë dhe një prej tyre është Cillian Murphy, padyshim që ai ka interpretuar një rol mirë të mrekullueshme. Margot Robbie ka qenë producente e filmit Barbie dhe sot dhe lexova edhe një review edhe një reflektim të America Ferrarës, bashkëaktorës tjetër, e cila thoshte që megjithatë ajo ndoshta do të kishte merituar çmimin për aktorën më të mirë, nga se duket që është një rol i interpretuar shumë lehtë, pa sfida, pa mund se Akademia Amerikane i don zakonisht ato rolet physical acting, like sfiduse, ku aktorët transformohen, ndryshojnë, humbin ose fitojnë peshë. Dhe kjo duket që ka qenë shumë e lehtë, diçka shumë estetike, mirë po megjithatë ka qenë një rol sfidues. Dhe për mendimin tim nuk e ka marrë, se ndoshta anëtarët e Akademisë e kanë vlerësuar si stil, mirë po sido që tjetë, ajo nuk e humbe dhe nuk e zbeh rëndësinë që është një prej. E siguroi Ryan Gosling në vend të Margot Robbie për rolin e Ken. Ryan Gosling e ka merituar, por edhe America Ferrara gjithashtu, ajo ka bërë një monolog të mrekullueshëm dhe është latinja e parë që është nominuar për një çmim të Akademisë Amerikane të filmit. Ndoshta keni parë, ka një monolog të mrekullueshëm America Ferrara aty. Ryan Gosling është një aktor gjithashtu i super talentuar, kemi parë në role të shumta në Notebook e kështu me radhë. Po ajo që doja të veçoja ishte që na ka habit që Leonardo DiCaprio nuk mori asnjë çmim, ndoshta e keni pa, edhe gjatë gjithë karrierës kur e kemi përcjell, Leonardo DiCaprio asnjëherë s'ka bërë ndonjë rol të keq. Dhe kur janë emra të tillë, atë ne mendojmë që ky e ka të sigurt, po që do ta fitoj çmimin. Mirë po Akademia na tregoi edhe një herë që ndoshta duhet t'ju japim hapësirë të rinjve, atyre të cilët nuk janë dëshmuar, t'ju japim hapësirë mirë që ta tregojnë vetën, dhe shpresoj që Leonardo DiCaprio, edhe pse ka bërë një rol të mrekullueshëm në filmin The Killers of the Flower Moon të Scorsese, megjithatë të ketë rast dhe hapësirë. Më ndihmon në pak sekonda.